Kufiri i fundit. Vdekja, ringjallja dhe thyerja e frikës. Jetojmë në një botë që bën çmos për ta fshehur atë. E zbukurojmë fytyrën me krema kundër plakjes, investojmë pasuri të tëra për të zgjatur rinin, ndërtojmë ndërtesa të larta dhe jetojmë sikur do të jemi këtu përgjithmonë. E kemi kthyer fjalën vdekje në një tabu. Kur dikush e përmend atë në një bisedë, të tjerët thonë menjëherë, lëri këto tema të zymta, flasin për diçka pozitive. Por hezitimi për të folur për të nuk e ndalon ardhjen e saj. Vdekja është e vetmja e vërtet absolute për të cilën nuk ka asnjë dyshim. Mund të dyshosh tek suksesi yt, te ardhmja jote financiare, te shëndeti yt, por nuk mund të dyshosh se një ditë zemra jote do të rrahë për herë të fundit. Fryma që sapo nxorre nga mushkrit të solli një sekond më afër atij momenti përfundimtar. Pse atëherë kemi kaq shumë frikë prej saj? Frika nga vdekja buron nga dy burime kryesore, nga e panjohura dhe nga vetëdia jonë e brendshme se nuk i jemi gati. Ne kemi frikë sepse e kemi ndërtuar fort jetën e kësaj bote dhe e kemi lënë pas dore botën tjetër. Natyrshëm, njeriu friksohet të shpërngulet nga një shtëpi e rregulluar mirë te një vend që e ka lënë të rënuar. Një dietar i madh u pyet dikur: "Pse urrejmë vdekjen?" Dhe ai u përgjigj: "Sepse ju e keni ndërtuar këtë botë dhe e keni shkatëruar botën tjetër. Prandaj urreni të kaloni nga ndërtimi te shkatërimi." Allahu i madhëruar na rikujton në Kur'an pashmangshmërinë e këtij takimi, pavarësisht përpjekjeve tona për t'i ikur. Thuaj, vërtet, vdekja nga e cila po ikni do t'ju zërë patjetër. Më pas do të ktheheni tek ai që e di të padukshmen dhe të dukshmen, e ai do t'ju njoftoj për atë që keni bërë. Surja Xhumua 8. Dhe në një ajet tjetër të rënditës në surën Nisa Zoti thot: "Kudo që të jeni, vdekja do t'ju zërë, madje edhe sikur të jeni në kulla të larta e të fortifikuara." Surja Nisa 78. Vdekja nuk është dështimi mjekësisë. Ajo nuk është një aksident i papritur në syrin e Zotit. Ajo është thjesht përmbushja e një afati të caktuar me saktësi që nga momenti kur jemi ngjizur. Në konceptin islam, vdekja nuk është shkatërim apo mos ekzistencë. Ajo është thjesht një portë, një ndryshim i dimensionit të ekzistencës. Ajo është kalimi nga jeta e ngushtë e kësaj bote në jetën e ndërmjetme për të përfunduar në amshim. Kur besimtari ndërron jetë, engjëjt e mëshirës zbresin me fytyra të ndritshme. Profeti Muhammed a.s. na e përshkruan këtë moment me një ngrohtësi që heq çdo frikë. Ai thotë se shpirti i besimtarit del nga trupi me lehtësi, siç rrjedh pika e ujit nga buzët e enës. Ndërsa për atë që ka jetuar në mendje madhësi dhe mohim, vdekja është fillimi i zhgënjimit të madh. Ringjallja është momenti kur të gjitha maskat bien. Allahu e përshkruan ditën e ringjalljes në surën Kaf. Mohuesit do t'i thuhet: "Ti ke qenë i pavëmendshëm për këtë. Tani ta kemi ngritur perden e syve dhe shikimi yt sot është i mpret." Surja Kaf 22. Në atë ditë, çdo njeri do ta shohë realitetin ashtu siç është. Pasuria nuk do të ketë më vlerë, statusi shoqëror do të fshihet dhe vetmja monedë që do të njihet do të jetë zemra e pastër dhe veprat e mira. Islami nuk kërkon prej nesh që ta kalojmë jetën në depresion apo në të merr nga vdekja. Përkundrazi, kujtimi i vdekjes është një mjet terapeutik që na çliron nga lakmia, zilia dhe stresi kësaj bote. Njëherë, një nga sahabët e pyeti profetin a.s. "O i dërguari i Allahut, kush është besimtari më i mençur dhe më i zgjuar?" Profeti nuk i tha: "Ai që ka më shumë pasuri apo ai që ka pozicionin më të lartë." Ai u përgjigj: "Ata që e kujtojnë më së shumti vdekjen dhe ata që përgatiten më mirë për atë që vjen pas saj, ata janë me të vërtetë më të mençurit." Kujtimi i vdekjes nuk të shkatëron jetën. Ai ta pastron atë nga gjërat e parëndësishme. Si mund ta thyejmë frikën përmes përgatitjes? Ja 3 hapa që duhet t'i zbatosh nga kjo ditë. 1. Pastro llogaritë me njerëzit. Frika më e madhe në varr është borxhi moral ose material ndaj të tjerëve. Kërko falje nga ata që i ke lënduar. Ktheju ahakun atyre që u ke bërë padrejtësi. Mos li asnjë urrëtie apo peshë të varur në shpirtin tënd. 2. Krijo një sadaka rrjedhse. Profeti a.s. ka thënë se kur njeriu vdes, veprat e tij ndërpriten përveç 3 gjërave: një sadaka që vazhdon të shërbejë njerëzve, një dije nga e cila kanë dobi të tjerët, apo një fëmijë i mirë që lutet për të. Mbill diçka sot që do të vazhdoj të sjellë shpërblim edhe kur trupi yt të jetë nën tokë. 3. Për të ri pendimin çdo mbrëmje. Bëje zakon që para se të mbyllësh syt për të fjetur,
të kërkosh falje nga Allahu me sinqeritet për të gjitha gabimet e ditës. Trajtoje çdo natë si një vdekje të vogël dhe çdo mëngjes si një ringjallje të re. Në fundit, për besimtarin që ka jetuar me përpjekje dhe sinqeritet, vdekja nuk është një tragjedi. Ajo është momenti kur studenti merr diplomën e tij pas një provimi të gjatë. Ajo është dita kur besimtari lirohet nga mundimet, sëmundjet, lodhja dhe padrejtësitë e kësaj bote për të shkuar te mëshira e Allahut. Zoti i gjithësisë e përshkruan këtë moment triumfues në surën Fajr. O ti shpirti i qetësuar, ktheu tek Zoti yt, i kënaqur prej tij, dhe ai i kënaqur me ty. Hyr mes robërve të mi dhe hyr në xhenetin tim. Surja Fajr 27:30. Mos u frikson nga dita kur do të takosh Allahun. Friksohu vetëm se po e kalon këtë ditë pa u përgatitur për atë takim. Jetoni çdo ditë sikur të jetë dita e fundit. E falni çdo namaz sikur të jetë lamtumira juaj nga kjo botë. Kur të jesh i përgatitur, frika largohet, edhe në vend të saj hyn një paqe e thellë që asgjë në këtë botë nuk mund ta thyejë.